Big Brother Kosova vazhdon të jetë një skenë ku çdo fjalë peshon dhe çdo moment analizohet me kujdes nga publiku. Këtë herë, vëmendja u përqendrua tek një situatë mes Edit dhe Sashës, kur gjatë një bisede të afërt dhe të qetë, Edi i drejtoi Sashës komplimente të drejtpërdrejta për pamjen dhe feminitetin e saj, duke përdorur fjalë që menjëherë ndezën reagime brenda dhe jashtë shtëpisë. Toni i Edit ishte i hapur dhe pa dorashka. Ai e shprehu hapur admirimin për Sashën, duke e cilësuar atë si shumë tërheqëse dhe duke vënë në pa trupin dhe energjinë e saj femërore. Ky moment u interpretua nga disa si një shprehje spontane e pëlqimit dhe afrimit emocional, ndërsa nga të tjerë si një mënyrë komunikimi që kalon lehtë nga komplimenti në objektivizim. Sasha, e cila ka qenë gjithmonë e vëzhguar për qetësinë dhe vetbesimin e saj, e priti këtë situatë me një qëndrim që u duk i matur. Reagimi i saj, qoftë përmes buzëqeshjes, qoftë përmes distancës së ruajtur, u pasi vendimtar për të kuptuar se sa rehat ndihej ajo në atë moment. Në Big Brother, pëlqimi dhe kufit personal janë thelbësor, sepse çdo afrimi jepet kuptim publik. Ky moment hapi një debat më të gjerë, deri ku shkon komplimenti dhe ku fillon tejkalimi i kufive. Në një ambient të mbyllur, ku emocionet janë të forta dhe marrëdhëniet intensifikohen shpejt, fjalët mund të duken më të rënda se zakonisht. Ajo që për njëri është admirimi sinqert, për tjetrin mund të jetë presion apo parehati. Edi, i njohur për anën e tij të qetë dhe konkurruese në lojë, tregoi këtë herë një dimension tjetër të karakterit, më emocional, më të drejtpërdrejtë dhe më spontan. Për disa shikues, kjo e bën atë më real dhe më njerëzor, për të tjerë, kërkon më shumë maturi në zgjedhjen e fjalëve, sidomos kur kamerat janë gjithmonë të ndezura. Big Brother Kosova nuk pasqyron vetëm lojën për çmimin final, por edhe mënyrën se si shoqëria reagon ndaj komplimenteve, afrimeve dhe komunikimit mes gjinive. Momente si ky mes Edit dhe Sashës së